Është folur shumë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një rrugëtim i cili shpesh është parë me skepticizëm, ndërsa në shumë raste edhe me krenari për plotësimin e kritereve. Por sa progres ka bërë realisht Shqipëria në rrugën drejt Bashkimit Evropian? Qytetarët e Vlorës e shohin progresin kryesisht tek rehabilitimi i rrugëve apo realizimi i disa projekteve infrastrukturore madhore që janë realizuar. Por Shqipëria deri më tani sipas qytetarëve shkon vetëm deri këtu. Qytetarët e vendosin theksin tek korrupsioni që sipas tyre është ende në nivele të larta dhe shqetësuese. Sipas tyre edhe shërbimi i administratës lë shumë për të dëshiruar. Vetë qytetarët thonë se gjendja ekonomike e tyre është shumë larg të qenurit evropian dhe të plotësuarit të standardeve të saj. Shqipëria sipas tyre do të anëtarësohet në Europë vetëm nëse shtetet europiane do t'ja mundsojnë diçka të tillë, pasi po të analizosh progresin e shtetit, vendi ynë nuk e meriton. Shqipëria drejt Europës sa progres ka bërë? Tashti po të flasësh për qytetin e Vlorës, ju e shikoni vetë këtë periudhë se çfarë është bërë. Nga këtu deri në Orikom. Pastaj po të referojmë për problemet e ekonomisë, dhe mirëqenia në përgjithësi, ka të tjerë që mund të shprehen sepse po ta ndjen vetë unë jam pensioniste, nuk mund të pretendoj që të fjalën mund ta them për në Europë, sepse unë e ndjej që Europa kur flitet këtu për këto investimet janë fondet të zhvillimit që merren tani vjen në dispozicion. Jemi afër apo larg Europës? Ti si je? Shiko, ne meritojmë si vend. Pastaj se sa unë thash më para se sa kemi ecur ne në këtë janë statistikat që ti çfarë note jep kësaj rrugtimi? Sa kemi ecur ne nga 1.80-a? Sipas mendimit tënd. Mund të them 8 mos ma merr si krah. Jo, po them dhe ideja çfarë nuk është përmirësuar. Një gjë që ti thua që ende nuk është përmirësuar. Po këtu është luhatje dhe në drejtësi unë për shumë në çdo pjesë të ditës mund të shikosh fenomene këtu që mungesa e drejtësisë siç e shikoni dhe vetë. Ende korrupsion? Korrupsion, thonë të tjerë, pa korrupsion s'ka zhvillim. Në fakt, unë dhe them, pa kompromis nuk ka zhvillim. Shqipëria drejt Europës, sa përparim ka bërë? Jo, çfarë ndjen, cili është mendimi jot? Mos li asgjë. Je skeptik apo vazhdo të mendosh? Pse? Çfarë mendon se s'është realisht? Çfarë problem? Kjo është plaga më e madhe. Nëse zgjidhet korrupsioni? Mendon se do zgjidhet ndonjëherë korrupsioni? Gjendja ekonomike? Jemi si Europa? Jo. Shumë poshtë. Shërbimi i administratës e institucionit. Administratës ka. Din të shkruajnë emrin e tyre. Po nisin me të vogël, bën një gërëm në mes të madhe. Të fundit e harrojnë fare. Mendon se do anëtarësohemi 2030? Forcimisht edhe mund të ndodhë. Po që nuk e meritojmë. Po, dëgjona që se ne moshatarët nuk para na mbushet mendja shumë, por tatë me poshtë rregullua 100%. Dhe është të mira na bie gjithë këta. Ti beson se do të anëtarësohemi në Bashkimin Evropian apo jo? Jo gjaj. Problemi është se të punën tonë e din të mëdhit. Jo të mëdhit ne. Çfarë mendon ti në mëdhit e Evropës? Po u dëshi që jeti atyre në na qasë. Pra ata do na anëtarësojnë, jo se e meritojnë. Jo, se meritojnë. Pse se meritojnë? Po pse se meritojmë neve, nuk ka faj shtetje populli, ka faj shteti i lartë, ka faj populli i tërë këtu që nuk zbaton rregullat, nuk zbaton ligjin, nuk zbatojnë, do me thonë, zyrat të gjitha janë të korruptuara, ja urdo kam 3 vjetë këtu që merrem me një legalizim, muar dhe parat,
e nëse se dalë për të punë që është halin tim ti, ja kërkoj ato unë. Ka korupcion? Ka korupcion në institucion? Jashtë mase, unë jam bërë operacion në Itali, jam invalid, ata më falin. Atje 90 sa milion që më bërë transplant mëlqige, më falin, jo? Kurse këta këtu më morë dhe parat, 35 milion për shtëpi, më morë atë se kam halin tim. Po shërbimi si është në institucion? Shërbimi 50%. Po ekonomia juaj? Ekonomia ime është për blet, në shqish plasu me tyja s'kam bu pëdarë. Me këto kushte, antarësojmi në Europa jo? Shiko, po ta di në brëndësi Evropa, se si jetojmë ne me këta të korruptuar këtu merë zëllas në qasën kohë. Po shohëm palatet bukura që kam punuar këta të rritë, jo bravo u qoftë, se është djerë se kulbetit e gjithë kjo. Edhe ashtu mund në qasë? Edhe gjysma është e këtyre që na marrën ne këtë. Edhe ashtu mund në qasë, në? Edhem shu? Jo, po nuk e kuptuan ata. Janë ka një budale i po? Jo, ata janë të mëdhi edhe fëmija kur është pa buk po s'qau, nuk e Falenderisht. ndin ata. Shumë mundohet e dira, ma po base do ketë rezultat. Ti si e mendon, do ketë, ajo? Them do ketë. Ti eshe më pranë Europës këto vita, apo jo? Më lejo të bëj disa pyetje. Kushti i parë është korrupsioni. Ka ende korrupsion? Korrupsion ka, more gjalinë nësë pa lëbëriq. Kushti i dytë është gjendja ekonomike e qytetarëve. Jemi ne si europianët? Jo. Shumë sa e ke pensionin? Pensioni më i vogël në Europë është 900 euro, 800 euro. Krahasojmë të Shqipëria me Europë, krahasojmë pensionistët shqiptarë, disa dërmuese janë në nivelin e jetës. Ndërkohë edhe një gjë tjetër, shërbimi i administratës, Disi. ti çfarë note i jep rrugtimi drejt Europës nga 1 te 10? Do antarësojmë 2030? Shpresoj. E meritojmë? Po, dhe e meritojmë, ne në Evropë jemi. Po, Për sigurisht. deri se dalëm hymë, se unë kam fëmijë në Evropë, në Itali. Po kam shkuar te fëmijë. Po kam jetuar atje, po jam kthyer. Kam parë dhe diçka më ndryshe. Do bëhemi në një ditë si Europa? Duhet bëjmë. Edhe në raportin e progresit të vendeve antare të Bashkimit Evropian, theksohet se Shqipëria ka bërë progrese nga vitet e mëparshme, por mbeten ende për të përmirësuar disa gjëra jetike, siç është niveli ekonomik i popullsisë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe shërbimi i administratës.